Do të kemi një rrëfim interesant që në pjesë të shkurtrave që kemi pa në TikTok, sepse shpesh herë ka bo një rrëfim për vetën. Bashkë me mua në studio është Elson Bytyqi. Elson, mirë se na erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Derit. Edhe shumë i lumë të më kanë këto, ndjesë për më keni thirë, edhe nëse kena i pyetje jam këto për më përgjigjë. Me shumë qef. Thash, paka shumë e kemi dëgju rrëfimin tonë në TikTok, në pjesët vogla, një jetë mes Kosovës, mes Dubajit, po ashtu dhe Zvicrës, pra kemi që ka me folësët këtu në intervjist. Fillimisht më trego që jetu kalu gjatë këtyre ditëve këtu në Kosovë, gjatë kësaj vere super të nxehtë. Ja, këto, vallaj, se një muaj edhe në Kosovë, jam të kënaqur shumë, pak i ngarkuar me këto content, ama edhe me punë me biznes, ama shoqëro zotet këtë mirë, do thonë këtë planat të shku ka pak që jam të bashkë me bë, ama jam të kënaqur, edhe njerëz janë shumë të mirë këtu në Kosovë, do thonë ku jam qenë në Dubai, s'ku mujt me taku njerëz, tash në Kosovë më taku më shumë njerëz edhe jam shumë i lumtur. Të flen zemra më shumë Kosova, je më i lidh me Kosovën? Po normal, se jam i Kosovës, normal. Ande shumë i du Kosovën, për shkak të marr tash me jetun në Kosovë edhe në Dubai, edhe për arsye se shumë e kam qef Kosovën. Çka të pëlqen më shumë në Kosovë? Çka të merr mallin ndoshta kur je në Dubai për Kosovën? Për çfarë vende ose na ushqim ose diçka? Ushqimi normal, se shqiptar jam, kam qef ushqimin e Kosovës, ama kisha thonë njerëz, ambienca, motivacioni njerëzve, ambincia njerëzve që kanë qofë me mujtë me arrit sa ma shumë, edhe këtë me thonë globalitet e Kosovës, me thonë jemi Kosovës, e kam qef Kosovën, është raja jam, normal se e kam qef, edhe po shëntën me Dubai kam si biznes, e kam si punë, e Kosovën e kam ku jetoj jone. E ki qef edhe ki ma shumë me shiju ndështë edhe si venë edhe më përgjithësi kështu me pas hapsirë për mi bo sanet që ti ki qef edhe i dënë. Je nga Ferizaj, kështu që ju që jeni nga Ferizaj e dëni zakonisht vendin e juj shumë edhe ju pëlqen shumë edhe jeni shumë të lidhur me qytetin e juj. Kështu që më trego pak, qysh po kalën, qka po bënë ma shumë gjatë kësaj kohë kur po je këtu në Ferizaj për shembull ose... Ne kam planin tem, do të thonë, e maj planin tem 100%, është dhe që në nanë, shkojnë sport, ma sportet e kam me këshyre regulluar bizneset e mija, shka e kam Dubai edhe këtu në Kosovë, do të thonë, për 2-3 ore këshyre me ba si management për me këshyre shka të ndodhë, jo 100% punë se jam i ngarkume, ama me ba sa me këshyre pak që shdo këtë, tani mi njerë dalim shku me ba dhe kontenta, kam dhe termina, kam e shku me taku dhe njerës për investim me shdo sene, do thonë është shdo ditë i ngarkume, ama kam qef, do thonë këtë lifestyle e ngarkume pak e kam qef me punu, kam qef me shku mu knaq pak. Pra së është që veç pushon Kosova, edhe këtu po i beshe rutinën tonë dhe fitnesin, punën, krejto. Po, fix, do thonë e kam rutinën tem, ama e kam një ditë një javë ku kam qef më konë qelë dhe më konë vetëm ma rahat.